Kryeministri Edi Rama në intervistën e tij për gazetën austriake Kurier shfaqet sërish si ai që i pëlqen të quhet lider global, një politikan që flet për Europën si barabartë me të mëdhenjt. Në këtë bisedë Rama prek tema të mëdha nga lufta në Ukrainë, te ndërtimet në Tiranë dhe integrimi në BE. Por pas çdo përgjigje të tij fshihet diçka më shumë se politika, një përpjekje për të ndërtuar një imazh personal të një lideri që sfidon, provokon dhe flet ndryshe. Për luftën në Ukrainë Rama është i drejtë për drejtë. Thotë se nuk janë SBA-t, por vetë BE-ja që duhet flas me Rusinë dhe të përsipër drejtimin e paqes, sepse siç shpreh ai, Rusia është fqinj e Europës, jo e Amerikës, një qëndrim që e pozicionon si kritik të varësisë europiane nga Washingtoni, por edhe si zë që kërkon më shumë pavarësi për BE-n. Sa i përket integrimit, Rama përsërit objektivin e tij ambicioz, Shqipëria në BE deri në vitin 2030. Ai thotë se ky nuk është premtim politik, por plan i llogaritur. Rama e përshkruan procesin e afrimit me BE-n si ilaç i hidhur por i dobishëm, duke pranuar se reformat dhe lufta kundër korrupsionit janë betejë që nuk përfundojnë as pas antarësimit. Kur pyetet për ndërtimet e shumta në Tiranë dhe akuzat për pastrim parash, Rama nuk i mohon problemet, por i zvoglon me krahasime. Në krahasim me paratë e drogës që pastrohen në Europë, roli i Shqipërisë është shumë i vogël. Në vend të ndjenjës së fajit, ai ofron narrativën e punës. Ne nuk rrim në diell duke pritur paratë e drogës, ne punojmë. Më pas vjen një nga momentet tipike Rama, pyetja për autoritarizmin dhe etiketimin si diktator. Ai qesh dhe përgjigjet: nëse nuk do të më quanin diktator, opozita do të bënte një punë të tmerrshme. Nuk kam problem me këtë. Një batutë që në fakt tregon filozofinë e tij politike, të kontrolloj kritikën duke e kthyer në lojë. Në fund Rama përqendrohet te identiteti fetar dhe kulturor i Shqipërisë, duke e lidhur me rrugën drejt Europës. Nëse muslimanët në botë do të ishin si shqiptarët, Allahu dhe Jezusi do të ishin të lumtur. Me këtë fjali ai përpiqet të tregojë se Shqipëria është një model bashkëjetese, një vend që e ka Europën jo vetëm si destinacion politik, por si mënyrë të qenit. Europa, thot ai, është feja jonë më e rëndësishme. Në thelb kjo intervistë e Ramës është më shumë se një bisedë për politikën, është një shfaqje e vetbesimit të tij, një përpjekje për të treguar se mund të jetë zëri modern i Ballkanit, por edhe për të ruajtur kontrollin e plot mbi skenën e brendshme. Edi Rama vazhdon të luajë në dy nivele, global në fjalë, por i përqendruar në pushtet në shtëpi. Një strategji që deri më tani ka funksionuar më mirë se kujdo tjetër në rajon.